Me emrin e Allahut Mëshiruesit Mëshirbërësit. Jemi në emisionin Në Prag të Iftarit, program i realizuar në bashkëpunim mes Radio Vatit dhe Miftinisë së Shkupit. Ky emision transmetohet në valët e Radio Vatit dhe në kanalin zyrtar TV Miftinia. Në këtë program trajtojmë tema të ndryshme nga jeta e pejgamberëve. Sonte, bashkë me mua në studio, për të zbukuruar edhe më shumë këtë muaj të bekuar të Ramazanit, është hoxha i nderuar Mutalib Efendi Ademin, me të cilin do të bashkëbisedojmë rreth Shuaibit alayhis salam. Mirë se erdhe i nderuari hoxh. Mirë se gjithë. Allah i shpërbleft. I nderuari hoxh, pasi që flasim për Shuaibin alayhis salam, të cili popull ishte i dërguar si pejgamber, dhe ku e dërgoi Allahu Shuaibin alayhis salam si pejgamber të cili popull, dhe çfarë besimi kishin ky popull para se të vinte Shuaibi alayhis salam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإلى آخره صدق الله العظيم. Falënderimet dhe lavdërimet i takojnë vetëm sa Allahu xhaleshanu. Salavat e selam qofshin mbi shpirtin Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam. Paqja, siguria, uniteti, shpëtimi qofmi ummeti Muhammed alayhi salatu wassalam. Pasi që jemi të ftuar për temën që e cekët lidhje me një ndër pejgamberët e Allahu xhaleshanuhu, i cili ishte Shuaibi alayhi salam, ku shumë mirë është e qartë edhe e definuar në Kur'anin Azimushan, ku Allahu xhaleshanuhu në shumë ajete kuranore ka treguar misionin, detyrën, obligimin e të gjithë pejgamberëve. Ku thot: "Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allah wajtanibu at-taghut." Çdo pejgamber i dërguar nga Allahu fuqiplot, një detyrë parsore e ka patur, e cila është Allahun ta besojnë, edhe Allahut shirk mos i bëjnë, të largohen nga taguti, të largohen nga idhujtaria, të largohen nga e keqja. Megjithse një ndër pejgamberët të cilët luti rol kryesor në këtë drejtim ishte edhe vetë Shuaibi alayhi salam, ku Muhamedi alayhi salatu wassalam e ka lavdëruar Shuaibin alayhi salam në një fjalën e tij ku thot: "Inna Shuaiban kana khatibul anbiya." Shuaibi alayhi salam ishte guetar, orator, letrar, më i njohuri i të gjithë pejgamberëve, ku gjithmonë me popullin që është ballafaquar, që t'i udhëzoj, ka përdor argumente të forta, oratorin që e ka poseduar, që është një dhunti për Zotit xhaleshanuhu, derisa që arri qëllimit. Kështu që Shuaibi alayhi salatu wassalam, pasi që ja arriti qëllimit aq sa mundi me popullin, ai vetëm se detyrën parsore e kishte të populli Medjen, i cili ishte një popull që jetojke me një vend të caktuar,
ku të ai popull ishte e përhapur idhujtaria, po ashtu me atë popull u bashkangjitke edhe një popull tjetër, Ashabul Ejke. Mirë po, Shuaibi alayhi salam nuk është dorëzuar, vazhdoi misionin e tij derisa ja arriti qëllimit aq sa mundi. Hoxhi nderuar, pasi i përmendet këta di popuj, ku banonin populli Medjen dhe populli Ejke, dhe çfarë fisi ishin këta dy popuj? Populli Medjen dhe Ejke ishte një popull i cili banonte në mes Arabisë Saudike nga Tebuki, në kufi me Jordanin, po ashtu i bashkangjitet edhe Palestinës, ku dietarët islam shkojnë nga jo dhe thonë se është në qytetin e quajtur Me'an. Në atë vend ka imbanuar ky popull i Medjen dhe populli Ejke. Mirë po, ky popull Medjen dhe Ejke kanë patur disa cilësi jo të mira. Një ndër ta që është më e keqja, më e dëmtuara, më e shëmtuara është që populli Medjen, vetëm se ky popull përjardhjen e ka për Ibrahimit alayhi salam. Bile vetë Shuaibi alayhi salam numërohet pej pejgamberëve arab. Shuaibi, Hudi, Salihi dhe Muhamedi alayhi salatu wassalam. Mirë po, ky popull i kishte përjardhjen për Ibrahimit alayhi salam, por ato me kohën u larguan nga originali, edhe u futën në shirk, në idhujtari, kështu që besojshin besime të kota. Por me keqja nuk mjaftuan vetëm se me ta. Mirë po, në veprimtarinë e tij, në punën e tyre të përditshme, ai popull kishte edhe dhe punë tjera negative, që ka të bëj me shitblerjen. Gjithmonë bëshin keqpërdorime në shitblerjen në peshojë. Ai popull me tregti bëshin korrupsion. Gjithmonë mashtroshin dhe tradhtoshin. Ai popull ishte kuta o turuk. Dilti në rrugë edhe i plaçkitin njerëzit në atë kohë. Edhe Ashabul Ejke ishte një popull i cili, po ashtu edhe ki kishte dugjeste jo njerëzore, jo islame, vetëm se me shirkun që u mirke, mirë po i njëjti popull edhe ato kishtën këto vese të keqia që ka të bëj me shitblerjen, kështu që gjithmonë në peshoj, gjithmonë bëshin keqpërdorime. Edhe Allahu Gjeleshanu e pa të nevojshme, ku edhe në ajetin e larpënvendur ku e lexuam dhe thamë se wa ila Medjen akhahum Shuaiban. Allahu Gjeleshanu e dërgoi të populli Medjenit, Shuaibin alayhi salam, edhe i tha, ja qaumi abudullah, o populli im, besoj Zotin, mos u lakmo në idhujtari, largohun nga idhujtaria. Po ashtu thot, malekum min ilahin gajru, nuk ka zot tjetër përveç Allahut. Wala tanqusul mikyala wal mizan, mos bëni keqpërdorime në matje, në peshoj. Inni erakum bi khair, ju jeni të lullzuar, ju gjendjen e keni mirë, se ishte të e popull, pasuria ishte në nivel, begatia ishte në nivel, nuk ishte vorfori të e popull. Wa inni akhafu aleikum adhab yawmin muhit. Ju tregoj thot unë juve se me të vërtet do t'ju kap ndonjë dënim që do t'ju vijë nga këtë anët nga Allahu Gjeleshanu. Para thot largohuni nga këto gjeste jo të mira, besoni Allahun, largoni në shitblerje, drejtohuni, bëni të udhëzuar, së përndryshe ju pret dënimi i Allahut Gjeleshanu. Nëse e shohin, do të thonë këshilla e parë ishte që të adhurojnë Allahun dhe besojmë duke adhuruar Allahun, sigurisht se do të largoheshin nga veset e këqija që i posedonin. Hoxhi nderuar, cila ishte puna e përditshme e këtyre popujve? Çfarë bënin këta gjatë ditëve në rutinë, me çfarë mirëshin?
dhe cila ishte puna e tyre që e bëshin. Kështu edhe në fillim pak e cekëm se ky popull i Medjenit edhe i Ejkes, këto ishin dy popuj, të cilët këto punën e përditshme e kishin tregtin, po ashtu në tregti normal bëshin shitblerje me matje, me peshoje. Mirë po ati ishte problemi shumë i madh se ato të pandëgjueshëm ishin, edhe bile kishte raste dhe momente kur ja u tërheqte vërejqen Shuaibi a.s. ato drejtoheshin dhe i thëshin e salatuke je e muruke, a namazi jo të urdhëron, thoti, të në largosh nga shitblerja, të në largosh nga besimi prindërve tonë, po ashtu të në largosh thot neve nga pasuria që e përfitojmë ne. Mirë po Shuaibi a.s. jo që namazi e urdhërojke, mirë po besimi dhe imani e urdhërojke. Kishte raste konkreti ju drejtoheshin Shuaibit a.s. dhe i thëshin, ja Shuaib, ma nefka, ne nuk kemi të menqur, nuk kemi të logjikshëm, nuk mendojmë thot atë që mendon ti. A bon të largohesh për kësaj këshille që na udhëzon ti neve, sepse ne jemi të vendost në këtë mënyrë të veprojmë në jetën tonë, sepse tregti më profitabile për të gjithë neve është kjo që e kemi zgjedhur na. Mirë po, Shuaibi a.s. përsëri vazhdojke me misionin e tij, duke i treguar se në qoftë se ju nuk tërhiqeni nga kjo vepër e keqe, nga kjo dukuri negative, do që ju e pritni dënimin e Allahu xhaleshanuhu. Dënimi i Allahu xhaleshanuhu i pashmangshëm do të jetë për juve. Për atë ju lutena largohuni se përndryshe ajo është pas juve. Me që nuk u larguan nga punët e fëlliqura që i vepronin, padyshim se erdhë dhe dënimi nga ana Allahu subhanahu wa taala. Cili ishte dënimi që e përjetoi ai popull? Ai popull, pasi që këto veset e këqija i përjetonke, një ndër ata ishte shirku, idhujtaria, edhe veprimtaria në punë, edhe Allahu xhaleshanuhu atëherës jo premtoj dënimin. Sa i thëshin jo mu dhille, ku në Kur'an e përshkruan, ku Allahu xhaleshanuhu të ai popull e çoi një 7 ditë, e çoi një vap të madhe, një ngjëfsi të madhe. Edhe derisa ujna që ishin në tokë, ato vloshin prej ngjëfsisë së madhe, edhe u shndruan në mjegulla. Pasi që u shndruan në mjegulla, ato menduan se do të shkojnë në mjegulla edhe do të përjetojnë freski. Edhe Allahu xhaleshanuhu e çoi prej mjegullave zjarm zbritin e tokë për me gjek atë popull. Pasi që e doç dhe më në fund ja çoi një zër të madh, një sejha të madhe, kështu që e zhduki një herë për gjithmonë popullin i cili ishte Medjen, që kërkoj këtë dënim të Allahu xhaleshanuhu. Mirë po të njëjtin dënim e përjetoi edhe ashabul Ejke. Edhe ai popull i cili me të njëjtat gabime ishte gjatë jetës së tyre, edhe atyreve shkoi me të gjithë ato musliman besimtar që pranuan islamin ta thërrës në islam, në besim ndaj Zotit dhe në largim nga këto dukurit negative, ato nuk ndëgjuan, edhe për ato e njëjta situatë ndodhi që dënimi Allahu xhaleshanuhu i ngjashëm, vetëm se te ky popull nuk kishte zë të madh, sajha nuk përjetuan, mirë po përjetuan tërmete, kështu që u zhduk i njëjti popull nga Allahu xhaleshanuhu për gabimet që i bëri gjatë misionit që kryeti ju Shuaibi alayhi salatu wassalam. Besoj që edhe ky është mesazhi i kësaj historie, më thonë derisa ne ja kthejmë shpinën Allahu subhanahu wa taala dhe nuk i dëgjojmë ata të cilët janë dërguar për të na udhëzuar rrugën e drejtë, padyshim se edhe dënimi i Allahut vjen për të na tërhequr vërejtjen sepse nuk jemi në rrugë të drejtë.
O gjënderuar, Allah ju shpërblef për këtë bashkëbisedim të këndshëm dhe për këtë elaborim të qartë që e bërët lidhje me Shuaibin a.s. Kështu, përmbyllim këtë edicion të emisionit në prag të iftarit, ku misafir kishim hoxhën e nderuar Mutalib Efendi Ademi. Deri në emisionin e radhës, mirëmbëjtje. Allahu u apranoft agjërimin dhe lutjet e juaja. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.